Raporti që kam publikuar këto dy studio, si shtatë dhe ju të mirënjohura ndërkombëtare, është një raport le të themi më shumë për median se sa një raport ligjor. Ai mbledh një seri faktesh, le të themi, për sa i përket çështjes së zotit Veliaj, por që nuk janë të lidhura drejt për drejt me akuzat penale që rëndojnë me zotin Veliaj. Është më shumë një përpjekje për të keq informuar median dhe opinionin ndërkombëtar, se sa le të themi një mbrojtje de facto përballë akuzave të cilat rëndojnë me Kryebashkiakun e Tiranës. Për shembull, merren fakte dhe nxirren jashtë konteksti, ose citohen media shqiptare online që janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me Partinë Socialiste ose me zotin Veliaj si referencë për atë që ka ndodhur. Nuk ka asnjë dokument ligjor që i referohet vendimi, përveç një bashkimi të, le të themi, të ligjet të Konventës së Drejtave të Njerëzit, një vlerësim mbi Konventën e Drejtave të Njerëzit Europiane, e bashkuar gjithashtu me një vlerësim mbi ligjet amerikane për sa i përket atyre pagesave për masën e sigurisë ose lirimin me kusht, që është diçka e panatyrshme. Referohen të dhëna mbi sanksionet që vendosen përqindjet e sanksionimit me mas sigurie nga gjykata shqiptare, por nuk thuhet që, le të themi, që kjo nuk reflekton ato shifrat ose përqindjet e masës sigurisë të vendosura nga gjykata e posaçme, që është e cila është e ngarkuar, le të themi, me vlerësimin e masës sigurisë së zotit Veliaj.